çdo produkt si e them, çfarë është ai pshiriti ose çfarë janë ato kokrat, thotë janë organik. Po si janë organik ato të gjitha që i merrni? Dhe disa më thonë se kam pyet atë si ja kam marrë, nuk më tha se si e ka emrin. Se çfarë shkoni merrni produkte që as nuk ua dini emrin, se ç'a janë, as nuk dini asgjë se nga është, as kush e prodhojnë. Se shumica e farmacistave ose tyre që shesin për varroa i bëjnë vetë shumicën e produkteve dhe dalin e t'i shesin ty aty, thotë i ke organik. Po në të vërtetë ato s'janë organik, edhe disa janë bashkë kancerogjen, se ty janë duke të vra me ato që jetu i marrë tu i hedh bletës, pa e ditë se nga vjen ai produkti, çfarë produkti është. S'ke fare as ndonjë licencë që shitet ai produkti. Po thjesht e ka prodhua ai profesori ose ai farmacisti aty që ta shet edhe merr thot vendosja bletës sa e ke organik. Edhe ju jeni aq trash sa çdo gjë e hani, vetëm të vrasin varrohen edhe nuk na intereson se ç'a ndodh me bletët e se çfarë mbetje ngel në mjalt, sepse kështu jeni mësu, kështu ju kanë trajtu. Se ka shumë që më shkruajnë pa fund njerëz që më thonë nuk e di se me çfarë produkti është, po a bën ky. Kanë thënë është organik. Kur ti se di se si e ka emrin e produktit, ç'a të them unë a bën as bën as. Nuk e di domethënë, bëni ç'a doni bëni, po mirë është t'i shifni dhe t'i pyesni se çfarë produkti është. Futu hape telefonin, futu atje dhe lexo, shife çfarë produkti është ky, çfarë është ky, edhe futesh aty në internet pak të një gjenia 2-3 dhëna që çfarë është, a është i dëmshëm ajo, se janë shumë produkte të dëmshme që ju i përdorin tek blet, më këtë nuk e kuptoj se çfarë bëni.